Deri më tani jemi në natën e 5, deri më tani, tek këto shfaqje që kaluam, pam ndonjë shfaqje apo ndonjë reagim që ndoshta ndonjëra i bëri pak më përshtypje publikut apo diçka që ju ngeli më në veçanti apo në memorie? Po, secila shfaqje kishte veçantitë e veta, të bukurën e saj dhe normalisht ka pjesë publiku që pëlqejnë atë lloj zhanri, ka pjesë publiku që pëlqejnë lloj zhanri tjetër. Sonte është ajo ndoshta pjesa një ndër pjesët më të rëndësishme të programit, sepse kemi dy shfaqje dhe kemi një shfaqje një emër botëror. Presim edhe sonte. Shpresojmë koha tjetë kështu se mbrëmë kishim kohën me shi, po prapë ne kishim një numër shumë të konsiderueshëm të mirë të publikut dhe shpresojmë të vazhdojmë kështu. Dhe ta kemi vëmendjen më të madhe pak edhe mediatike edhe nga publiku si festival dhe si e kuptoj barrierat gjuhësore janë. Për shembull në Ballkan, jo vetëm shqiptarët, në përgjithësi e kanë si mërzime me shku me pa shfaqje në gjuhë të tjera, po është mirë që të shto, sepse në fundit është një shkëmbim kulturor, është një qasje ndryshe që mund ta ketë. Hapet një diapazon tjetër, po është. Po, shohim e presim.